Komisioni për verifikim veteranëve është produkt i qeverisë Taqi. Sigur që thamë. Është i ndërtuar për asaj qeverie që ka pas përgjegjësi. I ngarkumi është pashtu i ngarkuar për qeverisë Taqi. Komandanti i zonës, këtë është një kohë, do këtë jem kohën, kur për asë një sen nuk është konsultuar. Po flasë për vete. Unë e di që ka pas një politizim kësaj teme, një partiatizim. Po nuk menoj që puna është kryj veç në atë logjikë. Në rast që jenë bolë qime e gabime që shpothuhet, a jep në i kush përgjësi për të qime e gabime në atë komisiona. Keni ju në i kënë që i thuni ti e shkaktari i kësaj. Unë e kam informata së fundi që me të vërtet jenë bolë qime dhe gabime në këtë drejtim. Logjika besoj e gjithë neve ka qenë dhe mbetet një gjithë përfshirje, një respektim i angazhimit secilit, edhe kuptohet një njohje që vjen prej Kosovës, për gjithë. Dërsa ajo që kemi pas fundi është një frymi e numrit për shkak se kanë qenë dikur zgjedhjet, edhe kuptohet pastaj një seleksionim bazë përkatësive që e kem parë në tema tjera. Nuk na bën derë kjo, ma mirë është me identifiku shpejt se ka ndohë kështu edhe me e korrigjuar.